Të nderuar të pranishëm, sot kemi të ftuar një mysafire të veçantë, vogëlushën Aureola Krasniqi, e cila vjen nga familja e cila u sakrifikua shumë për lirinë e Kosovës. Me mua në skenë është vogëlushja Aureola Krasniqi, mbesa komandantit legjendar Adem Jashari. Aureola i ka ngjarë gjyshit Adem, të cilin kënga e ka shoqëruar gjithmonë. Në çdo rast, edhe për krah pushkës, për të vetëm qëllim që sot Aureola me gjithë fëmijët e tjerë të këndojnë të lirë. Tani, në respekt të familjes Jashari, ftojmë drejtoren e Flakës Janarit, zotri Bashkim Nexhipi, të ndajë një mirënjohje. Përshëndetje fëmijë të dashur, dhe ju gjithë prindër të këtyre ligjeve. Ju fëmijë të dashur duhet ta dini që manifestimi Flaka Janarit bëhet për të nderuar heronjtë tanë, dëshmorët. Kështu që gjithë manifestimi pra organizohet të nderojmë, siç edhe Aureola që ka nderuar gjyshin e vetëm një këngë. Kështu që ne Aureolën e falenderojmë që në ka ardhur në festivalin Flaka Janarit. Edhe gjithë fëmijët do të ndëgjojnë me ëndje. Ta japim këtë mirënjohje, se nuk ka knasi më mirë se ti këndosh gjyshit apo gjyshin. E sidomos komandantit ton legjendar Adem Jashari. Zotri Bashkim Nexhipi për këtë mirënjohje dhe presim këngën e Aureolës me një duar trakitje.